Ju e dëgjoni kur thonë, ç'është kjo punë kështu? Çfarë kërkon ky njeri për mua, domethënë? Çfarë kërkon ky njeri? Çfarë kërkojnë këta? Këta kanë gjysmën e qeverisë në burg. Domethënë, këta kujtojnë se duke përdorur këtë lloj propagande, populli do harrojë. Populli do harrojë se kush e donte dhe kush se donte reformën drejtësi. Kush e bëri dhe kush bëri që mos ta pengoj. Kush është këtu për ta garantuar mëtutje dhe kush është këtu për ta përmbysur. Dhe këta mendojnë se ne do ulim kokën me që pikërisht reforma që ne bëm, pavarësia që i dham ne drejtësisë për herë të parë në historinë e Shqipërisë, që nga 1912 nuk ka pasur pavarësi drejtësia. Ka pasur mbret, ka pasur diktator, ka pasur palo president, bufin e kënetës, që futin burg Fatosdanon, të burgosurin e fundit politik në Shqipëri, por asnjëherë s'ka pasur mundësinë të shohë populli shqiptar një njeri të veshur me pushtet që të shkojë para një prokurori të pavarur